Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Ruth Huber, ka qenë në Bashkinë e Korçës për të zhvilluar një takim me kryebashkiakun Sotiraq Filo. Ata kanë diskutuar për vijimsinë e bashkëpunimit, ndërsa kryebashkiaku Filo e ka falenderuar ambasadoren për kontributin mjaft të madh që Zvicra ka dhënë dhe vijon t'i japë për projekte të ndryshme në Bashkinë e Korçës. Gjeta rastin nëpërmjet këtij takimit ta falenderoja ambasadoren për ndihmën edhe suportin që Zvicra i jep Shqipërisë si vend dhe pushtetit lokal në Shqipëri. Më duhet të them që qeveria zvicerane është një nga donatorët më të mëdhenj të pushtetit vendor në Shqipëri, duke mbështetur disa projekte dhe patjetër është një mundësi vizita e sotme për ta falenderuar për këtë mbështetje, por dhe për të diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen në fusha me interes reciprok. Dhe besoj që identifikuam edhe gjetëm disa fusha ku mund të vazhdojmë të kemi një bashkëpunim shumë të suksesshëm. Ka shumë lidhje mes dy vendeve tona, pikërisht për këtë biseduam edhe me kryebashkiakun, duke shkëmbyer mendime mbi projektet e ndryshme që Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim po zbaton në Shqipëri. Këto projekte përfshin fusha të ndryshme, duke nisur nga eficienca e energjisë, sektori i shëndetësisë, shërbimet sociale, zhvillimi i aftësive profesionale, si dhe zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë, me synimin për të mbështetur të gjitha bashkitë e vendit. Gjithashtu një rol të rëndësishëm ka edhe bashkëpunimi me Bashkimin Evropian në këto iniciativa zhvillimore. Pritet që Zvicra të mbështetë edhe të tjera projekte në Bashkinë e Korçës, për të cilat është diskutuar gjatë takimit të ambasadores me kryebashkiakun e Korçës.